Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Kosovë. Kanë mbetur edhe 8 ditë nga përfundimi i afatit që vendosi gjykata kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri ose në të kundërt vendi shkon në zgjedhje sërish të parakohshme pra parlamentare. Ka pasur sot një takim mes kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku. Kurti tha që i ka bërë një ftesë edhe PDK-s, kryetarit Bedri Hamza për të takuar. Nga takimi me Abdigjikun nuk pati marrëveshje, Kurti zbuloi se kishte bërë një ofertë Abdigjikut për 100 pjesë e qeverisjes, e theksoi që është ekskluzive, ishte ekskluzive vetëm për LDK-n, duke lënë kuptohet jo, nuk do ketë për partitë e tjera, pra PDK-n apo AK-n, ndërkohë që tha që i kishte ofruar edhe zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, në mos gaboj dhe kryetarin e kuventit, pra theksoi një shkëmbim vendesh mes nuk kryetarit nga LDK-ja për ta shkëmbyer me Haxhiun, pra Albulena Haxhiu. Abdigjiku nuk ka pranuar deri tani sepse sipas tij nuk presidenti pra nuk duhet t'i takojë Albin Kurtit për t'i marrë të gjitha. Megjithatë në këtë lloj deklaratash e thelbi është që nuk ka marrëveshje dhe ne do të diskutojmë me profesorin Selatin Koceri çfarë ndodh tani e në vazhdim në këto ditë mbetura. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. U rikthyem sërish edhe për krizën. Përshëndetje, faleminderit. Profesor, ju si pa deklarimet? Do doja që të zgjidhet ky problem, por megjithatë skenaret po shkojnë ashtu si janë planifikuar, edhe unë mendoj që janë planifikuar dhe ju edhe në bisedën e fundit që ne kemi zhvilluar bashkë, keni thënë që nuk keni shpresë ose nuk shikoni dritë fund tuneli që Kurti do lëshojë pe dhe janë zgjedhjet ata që do përcaktojnë prap shumicën. Po, sot ishte vërtet një takim, jo vetëm sot, ka pasur takime edhe jo zyrtare mes Kurtit edhe Abdigjikut. Ka pasur edhe jo zyrtare para kësaj? Po, ka pasur edhe para kësaj, ka pasur takime në vazhdimsi, por është ditur qartë që zoti Kurti nuk do ta lejoj, nuk do ta lëshoj pozitën e presidentit, sepse atë ai dëshiron ta mbajë për vete, e dëshiron për Glaukun, edhe unë e kam ditë mirë që në momentin që është propozuar zoti Glauku Njusa me opozitën nuk e pas çka të diskutosh, sepse gjitha këto tjerat që i ofroj zoti Kurti sot gjoja Abdigjikut janë vërtet një lojë e rrezikshme e zotit Kurti që sigurisht nuk do ta haj Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse pa marrë parasysh edhe nëse Kurti ta ofron komplet qeverin përveç ai kryeministër, ai menjëherë pas një javë, 2 javë ose 3 javë do t'i shkarkoj me rend ministrat, apo do t'a shkarkoj vetëm një rast, si që ishte rasti me Agim Veliun, kur e kishte shkarkuar në atë kohë dhe u presh koalicioni shumë shpejt brenda 50 ditësh, njëjtën formë do të vepronte edhe në këtë formë, edhe në këtë rast. Pra pse zoti Kurti nuk e ofron pozitën e presidentit, sepse me këtë rast presidenti për 5 vite e siguron mandatin dhe këtë nuk dëshiron ta ketë. Ai ka thënë që në politikat jashtme nuk dëshiroj me përzihet askush në këtë rast, as LDK-ja, ai nuk e duroj as Vjosa Osmanin, nuk do duroj as kënd përveç njerëzve të vetë, si që është rasti me zotin Glauku Njusa, i cili sigurisht nuk do t'i përzihet në politikat e zotit Kurti. Pra, kjo biseda dhe po krejt komplet bisedat, deri tash kanë qenë vetëm sa për të mbushur formën, edhe sa për të bindur opinionin zoti Kurti e po para gazetarëve zgjati mbledhja me gazetarët gati gjysmore, nuk ka ndodhur 5 vite në pushtet zoti Kurti, nuk ka ndodhur të flas kaq gjatë para gazetarëve, sepse tani dëshiron që t'i drejtohet popullit edhe ta bardh fajin nga vetja në opozit. E po më foli për Lumir Abdigjikun, sikur e pat një ofertë gjeneroze, ja ofroj 4 ministri, zëvendës kryeministër, pozita Koti, janë pozita Koti ato pozita ministrore, pa marrë parasysh cilat ministri do t'ja jepte, megjithatë,
atë ai njeri që do të pyetej për qeverinë është zoti Kurti. Edhe Zavec kryeministri është formal, siç janë. Po kryetari i kuvendit është një nga 3 postet të rëndësishme. Kryetari i kuvendit ishte një opcion tjetër nëse nuk i marrin pozita administrore, ja po ta ndryshojmë, Albulena jetë pozitë rezervë ose bartet një herë kryen pozitën e presidentes detyrë, më pas për fatin e Albulenës nuk ka problem, se kjo me figurat e veta që i ka, i qënë ku të doja i vetë, nuk i ka atë problem fare, që të shpërndoj pozita, edhe në këtë rast u ditë që kryetari i kuvendit nuk është asgjë tjetër, është vetëm një folës aty dhe mbajtës i rendit në kuvendin e Kosovës, votat i ka Albini dhe fare rëndësi këtë rast opozitës edhe mja dhonë vendin e kryetarit kuvendit nuk e ka asnjë rëndësi edhe kur për faktori kryetari i kuvendit nuk është, vetëm një mbajtës, një shtëpiak i mirë që mban rendin aty në kuvend, ju jep ose ju merr fjalën deputetëve, derisa nuk vendos asgjë. Pra, kjo është ai Lumir Abdigjiku e do për vete apo për partinë tani këtë postin e presidentit? Se më duket sigur e don për vete. E don për vete sepse ai e ka po që është i shterrur në parti dhe më nuk e ka atë autoritet që dikur ai ka mendu, në LDK për çdo ditë më tepër po i zvoglohen gjosat që këtë jetë për kohë gjatë kryetari i partisë, ka dashur që për 5 vite të vendoset president, bile ka pas paralajmërime se është arrit marrëveshja që zoti Abdigjiku do të jetë president. Sot e kemi diskutuar me Meç dhe unë edhe aty kom thonë Meçve që nuk është e vërtet dhe në asnjë mënyrë zoti Kurti nuk ja jep pozitën e presidentit zotit Lumir Abdigjiku. LDK-ja ka qenë e bindur se do ta marrin pozitën e presidentit edhe kanë qenë gatshëm ta pranojnë. Këtë rast është një farllëj, në fillim ka ekzistuar një frikë te zoti Kurti se me futjen e zonjës Vjosa Osmone, e cila sot po na viziton këtu në Lipjan, do të ketë një lloj fuqizimi të LDK-s, por me gjas për këta muj që kanë mbetur deri në zgjedhje do ta neutralizoj zonjën Vjosa Osmoni dhe ajo nuk do të ketë fuqinë që e ka pas dikur ose që dikush mendon që e ka zonja Vjosa Osmoni. Si skenari të shmëndur duke që në kohë shumë të shkurtër Osmani të kthehet në PDK, në LDK të marrë parti, ndërkohë që të shkëmbej vendet me Abdigjiku në presidencë. Por nëse ajo ka qenë. Ajo është para mendu. Nëse kjo nuk ndodh, Abdigjiku thaj që le derën hapur dhe fton Osmani që të bëhet të rikthehet në shtëpi. Mendoni që do ketë efekt për një herë tek zgjedhjet? Apo Osmani do vazhdoj vetëm, do zgjedh vazhdoj vetëm? Është problem, tani unë thash që kemi në Lipjan dhe poshtë aty ishin në ambient hapur, takova disa Meç poshtë se janë kryesisht njerëzit e LDK-s që e preten në Lipjan, edhe kjo sikur është prit që zoti Abdigjiku të kaloj në pozitën e presidentit dhe në mënyrë automatike zonja Vjosa Osmoni ta merr udhëheqjen e LDK-s. Unë thash, unë e një Lipjanin mirë, po e një edhe thujse në tërësi Kosovën, edhe një, sidomos LDK-n e një shumë mirë, këtu i pash edhe njerëz nga kryesia e LDK-s që ishin dalë në pritje të Vjosa Osmonit. Dhe kjo i e kanë hapur derën e partisë. Po e kanë hapur derën e partisë, sepse siç duket, aty kemi vetëm 3 deputet që për momentin janë kundër kthimit të zonjës Osmonit. Mjaftuan me një falje. Është zonja Hikmete Bajrami që mendoj që është një zonjë vërtet që e ka drejt, është ish kryeministri zoti Hoti, por ata janë të pafuqishëm nga degët të cilat vinë. Edhe ai në Rahovec nuk është i fortë, zoti Hoti pa marrë parasysh që është personalitet brenda LDK-s edhe i njohur sidomos me takimin në zyren e administratës amerikane në shtëpinë e bardhë, në takimin që e